dhe mbeta pa përmend çështjen e dështimit të seancave për shkak të mungesës së përkthyesve. Instituti i Kosovës për Drejtësi, siç e përmendëm, ka realizuar një proces të monitorimit të seancave në gjykatën themelore në Prishtinë, departamentin special dhe po ashtu edhe në degën e gjykatës themelore në Prishtinë, degën në Graçanic. Dhe do të thotë gjetje do të publikohen në javën e ardhshme, mirë po disa prej gjetjeve preliminare ideja është se çështja e përkthimit, veçanërisht në rastin e departamentit special, konsiderohet si diçka shumë problematike dhe kjo mungesa e përkthyesve që përmendi edhe gjyqtari më herët do thotë përtej duke pasur parasysh edhe mungesat buxhetore, sepse për shembull ka qenë edhe kërkesat buxhetore kanë kërkuar buxhet specifik për përkthyes, mirë po që nuk i ka aprovu as qeveria e kuvendit. Nuk është që ata janë të interesuar për buxhet, po ata janë të interesuar me livrit në asgjë çfarë kërkon shtesë gjyqësore, rrjedhimisht nuk kanë lëviz as në çështjen e buxhetit. Dhe tash do thotë e kemi pasur një numër më i madh i seancave që kanë dështuar në departamentin special, numrat specifik po e lo ekskluzivitetin kur të publikojmë raportin, janë për shkak të ose mos pajisjes me shkresa të lëndës, ose vonesës në përkthimin e shkresave të lëndës. Dhe tash ideja është se në këtë fazë në cilën jemi, është shumë e rëndësishme që dhe të ketë planifikime strategjike për të ardhmen në lidhje me atë se çfarë do ndodhë nëse do të ulet vazhdimisht numri i përkthyesve, si duhet të krijohen kuadro të reja, për shkak se e dim saktësisht se përkthyesit do të jenë aty dhe janë të domosdoshëm. Një çështje ndoshta tjetër që e kisha përmend, që është problem në kuptim të drejtave gjyqësore që gjen raporti që nuk po i shpaloj se gjitha detajet, mirë po është mungesa e aktgjykimeve të publikuara në gjuhën serbe. Tash, ideja është se ato janë të publikuara në gjuhën shqipe, mirë po fakti që janë të publikuara edhe në gjuhën serbe, ta zonë për shembull avokatëve që nuk e flasin gjuhën shqipe, i vendos në pozitë të paparabartë me avokatët e tjerë. Dhe po ashtu një çështje tjetër është edhe çështja e komentarëve. Ne e dim se janë dokumente të cilat përdoren jashtëzakonisht shumë në praktikë dhe që nuk janë të publikuar në gjuhën shqipe dhe kjo detyrimisht se ndikon edhe tek palët. Sa i përket llogaritënies shumë shkurtimisht mos marr kohë më shumë. Po sepse jemi në fund. Ideja është se mekanizmat do të thotë janë në fazën e rishikimit në projektligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit sipas deklaratës së përbashkët të zotimeve dhe janë të evidentuara një sër problematikash në këtë ligj e të cilat kanë dështuar të adresohen për shkak të stagnimit të procesit të reformës së drejtësisë sipas deklaratës së përbashkët të zotimeve. Por praktikisht çfarë kisha përmend një çështje. Autoritetet kompetente, kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët e kanë mundësinë do thotë që edhe ex officio të ngrisin raste. Duke pas parasysh se janë në krye të institucionit, një prokurorie respektivisht një gjykate të caktuar, është shumë e rëndësishme që të bëjnë një monitorim proaktiv të institucionit që ata drejtojnë dhe që kompetencat e tyre t'i përdorin për të adresuar llogaritënies. Dhe këtë pjesë ex officio për të ngritur raste, kallëzona në këtë pjesën kur ka raste shumë publike, skandale që po publikohen për vendime që janë të pabazuara, që janë të kundërligjshme, që nështë ka ndikime ku me ditë çka në këto raste, apo bëhet ajo çka duhet apo jo. Se në fund po e shohim që apet po i shohim vendime liruese, amnestuese. Fatkeqësisht jo. Do thotë e përmenda më herët rastin e patent shoferëve, që e patëm që dështoi një rast kundër 28 personave për shkak se gjykata tha se mosat e fshehta janë marrë pa vendim për fillimin e hetimeve. Njëra prej detyrave të prokurorit është që të ketë kujdes maksimal në punën e tij në zhvillimin e hetimeve. A mund të më bëjë nga padijenia një gjë e tillë? Nëse ndodh nga padijenia, një prokuror i tillë nuk po flas për rastin konkret. Mirë, por një prokuror do thotë që nuk e di se për mosat e fshehta duhet domosdoshmërisht me pas vendim për fillim të hetimeve, definitivisht se nuk duhet me pas vendin në sistemin prokurorial.
Dhe arsyeja do thot në rastin konkret, para së gjithash është shumë e rëndësishme që sistemi prokurorial po ritheksoj me dol në këto raste dhe me tregu llogaridhënie publike se çfarë ka ndodhur me rastin konkret dhe me tregu vullnet dhe me mbojt llogaridhënës për shkak se që të përçohet mesazhi tek gjithë personat e tjerë se lëshime të tilla definitivisht se kushtojnë edhe në çështje të karrierës dhe llogaridhënies. Nëse mundi me përmbyll me ka një minutë zoti Mehmeti dhe zoti Zhevçeti, sa ka llogaridhënie në mesin e gjykatësve? Unë thëmë se, me plot përgjithësi, thëmë se asnjëherë nuk ka qenë më e lartë llogaridhënia në sistemin e drejtësisë. Këtë po mundohem të arsyetoj shkurtimisht me disa prej fakteve që besoj janë evidente. Pra, puna e gjyqësorit asnjëherë nuk ka qenë më transparente. Çdo seancë, përveç atyre që janë të mbyllura, monitorohet dhe mund të monitorohet dhe seancat janë publike. Publikohen gjitha vendimet që janë të lejueshme sipas ligjeve në fuqi. Pastaj ka mekanizma të cilët e mbikëqyrin punën e gjyqësorit, mekanizma qoftë nga mekanizmat e brendshëm, po edhe mekanizma tjerë që përcjellet vazhdimisht puna e gjyqësorit. Pastaj kemi rregulloren për normë gjyqtarëve, ku matet puna dhe cilësia e punës së secilit gjyqtar, pastaj kemi vlerësimin e performancës çdo 3 vite, pastaj kemi mekanizmat e autoriteteve kompetent ku çdo qytetar i Kosovës nëse mendon se janë cenu të drejtat e tij, ka drejt që të inicojë procedurë disiplinore tek autoritetet kompetente dhe Këshilli ka trajtuar në çdo rast këto. E sa i përket cilësisë të do të ndalem vetëm shkurtimisht, cilësisë e vendimarrjes. Këto të cilësia e vendimarrjes duhet ta kemi parasysh se asnjë autoritet nuk është kompetent të vlerësojë cilësinë e vendimarrjes përveç shkallshmëria. Pra as Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka autoritet në mbikëqyrje. Ka pas raste zoti Mehmeti që shkeljet janë evidentuar madje edhe nga komisioni për që në Këshill s'kan kalu. Ka pas në amnesti. Unë s'kisha me thonë kështu, do me thonë nuk do të pajtona me këtë cilësim. Pas vetë më rana Këshillit nuk janë pajtu, po thonë as votat s'ka qenë, ndërkohë që komisioni ka vlerësuar që ka pas shkelje në gjyqtarit caktuar. Ja, mund t'jetë e natyrshme, mund t'jetë mos pajtimi, mirë, po edhe herë thamë, sa i përket vendimarrjes, unë kam qenë 5 vite antar i Këshillit, sa i përket vendimarrjes jemi mundu gjithmonë që Këshilli mos shohet te vendimarrja, sepse vendimarrja mund të shërtohet me shkallshmëri. Këshilli i ka shikuar a ka shkelje detyrave të punës siç përcaktohen me ligjin për përgjithësinë disiplinore. Ka pas raste kur janë vlerësuar që ka pas shkelje, por që Këshilli në fund nuk i ka vlerësuar se tillë. Po mund të ketë përjashtime, nuk mund të them me absolutizëm, po janë disa përjashtime të ndryshme. Përjashtimi qartë. Edhe vetë kryesuesi o pajtuesi janë përjashtime shumë. Mund të them që ka vend, gjithmonë ka vend për ngritjen e llogaridhënies, po me përmbledh. Po them edhe një herë me plot përgjegjësi që asnjëherë llogaridhënia nuk ka qenë në nivel më të lartë. Shkurt zoti, a ka llogaridhënie në mesin e avokatëve ajo? Se shohim që avokat në një me qemi të barabarta është do na kohën e njëjtë me gjyqtarin. Jo, shumë shkurt se shumë shkurt. E tha kolegu Gëzimi për problemet në vdekjen e Graçanisit e tjera që gjykatat nuk arrinte përkthim procedurale dhe ndërtimi fjalë përfundimtare do duhet bëhet nga shënimet që mbohen. Ne për dienin po besoj edhe keni informacion, në disa gjykata në deg nuk ka gjyqtar ose ka pak dhe ka gjyqtar që shkojnë një herë në javë për me kry lëndë të tjera. Mos u kthete kjo temë se besoj më na emision tjetër do. Unë konsideroj të llogaridhënies avokatët. Veç edhe 2 pika dhe po kthena te pjesa e llogaridhënies. More skemi ku? Shumë shkurt. Te rasti patent shoferëve nuk ka faj gjykata, madje gjykata do të mu lavdëru që ka drejtësi. Nuk e akuzoj kërkush gjykatën, ka faj për prokuroria. Dhe fundit, nuk po pajtona me gjyqtarin që ne normalisht që cilësinë e vendimeve nuk shikohet, por nëse 100 vendime prishen, diçka nuk është në rregull. Unë konsideroj të llogaria performanca vlerësohet ajo. Absolutisht që po. Jo të disciplina. Unë se bot në vetë pishojmë shumë avokat. Nuk kemi pa paktën publikime edhe pse në një kohë sa unë kam qenë udhë ka pas publikim vendime disiplinore, kishim marrë sistemin amerikan. Nuk kemi pa që çka ka të tillë ose që është duke zhvilluar diçka me që s'kan qenë publike, por në secilin rast kompetencat e gjyqtarit janë edhe drejt tek përjashtimi avokatit, shkarkimi thot ligji. EUDA apo bën diçka? Nuk kemi informacione që a është bu apo jo, sepse nuk ka diçka publike me atë sa kemi pa në webfaqen e tyre.